5 benefitet e leximit të Kur'anit famëlar. Do të shpërbleheni për çdo shkronjë që lexoni nga Kur'ani. E lexuat drejt, jo një sure, as një ajet, as një fjalë, por do të shpërbleheni për çdo shkronjë që lexohet nga ajetet e Kur'anit. Aisha radiallahu anha transmeton se i dërguari i Zotit Muhammedi a.s. thot: kushdo që lexon një shkronjë nga libri i Allahut, ai merr shpërblimin prej tij dhe shpërblimin prej 10 të ngjashme me të. Unë nuk them që Elif Lam Mim është një shkronjë, por Elif është një shkronjë, Lam është një shkronjë dhe Mim është një tjetër. Kur'ani qetëson shpirtin. Leximi i Kur'anit është pjesë e përkujtimit, është dhikr. Është gjithashtu një formë e ibadetit. Kur bëni dhikr, do të arrini paqen dhe ngushëllimin e brendshëm siç përmendet në Kur'an. Allahu i Madhërisëm thot: ata që besuan dhe zemrat e të cilëve janë të sigurta me përmendjen e Allahut. Padyshim, me përmendjen e Allahut qetësohen zemrat. Nëse belbezoni dhe nuk e kuptoni mirë, do të shpërbleheni edhe për këtë. Për disa prej nesh, gjuha arabe është një gjuhë e huaj. Kur jeni fillestar, keni tendencë të belbezoni dhe mund të keni të vështirë të lexoni rrjedhshëm. Por mos kini frikë, Allahu i Madhërisëm është i gjithdijshëm, është mëshirues. Ai do t'ju shpërblej 2 herë për punën e vështirë të përpjekjes për të lexuar vargjet e Kur'anit famëlar. Aisha radiallahu anha transmeton nga i dërguari i Zotit se ai ka thënë: ai që është i aftë në leximin e Kur'anit do të jetë me engjëjt e nderuar dhe të bindur, dhe ai që e lexon Kur'anin dhe e ka të vështirë të lexojë, duke bërë çmos që ta lexojë atë në mënyrën më të mirë, sa të jetë e mundur, do të ketë 2 shpërblime. Kur'ani është një burim udhëzimi. Si qenie njerëzore, ne vazhdimisht kemi nevojë për dikë që të flasë dhe të ndajë problemet tona, ndërsa bërja e duas është një nga mënyrat për të folur me Allahun. Ju gjithashtu mund të gjeni përgjigje gjatë leximit të Kur'anit. Është një nga mënyrat se si Allahu komunikon me ne. Ai dërgoi udhëzim për ne 1400 vjet më parë. Allahu i Madhërisëm ka përmendur në Kur'an në disa sure: një libër që ne ta zbritëm ty, o Muhammed, që t'i nxjerrësh njerëzit nga errësira në dritë. Lexoni Kur'anin dhe do të habiteni se si ai ju flet dhe ju ngushëllon, dhe se përgjigjet për shqetësimet tuaja mund të jenë vetëm mes rreshtave. Kur'ani na është bërë i lehtë. Për këtë Allahu i Madhërisëm thot në Kur'an: dhe ne e bëm Kur'anin të lehtë për t'u përmendur, e a ka ndokush që të përkujtoj? Allahu i Madhërisëm është i gjithëmëshirshmi, që ka përmendur në Kur'an 4 herë në mënyrë specifike në surën El Qamer, se ai na e kishte bërë të lehtë recitimin dhe kuptimin, për t'i kujtuar njerëzimit se pavarësisht se kush jemi, ne vazhdimisht kemi nevojë për përkujtues nga ai. Allahu i Madhërisëm ka përmendur në surën Es-Sad: ky është një libër i bekuar që ne ta shpallëm ti, o Muhammed, që ata të mendojnë për ajetet e tij dhe që të përkujtohen ata që kanë mend.